qoftë lavduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, ju përshëndesim me paqe dhe mirësi në këtë emision kushtuar litanive të Zojës së Bekuar. Sot do të ndalemi te një thirrje e mbushur me ngushëllim dhe shpresë për çdo zemër njerëzore. Virgjëra e mëshirshme. Maria, nëna e Jezusit, na paraqitet si modeli më i bukur i butësisë dhe mshurisë dhe dashurisë ndaj të gjithëve. Në jetën e saj nuk kishte vend për gjykim apo ashpërsi, por vetëm për ëmbëlsi, mirëkuptim dhe mëshirë që buron nga bashkimi i saj i thellë me hyjin. Ajo e ruante fjalën e Zotit në zemër dhe shndronte atë në dashuri konkrete ndaj njerëzve. Në një botë ku shpesh mungon mirëkuptimi dhe ku fjalët mund të plagosin, Zoja e Bekuar na mëson fuqinë e butësisë dhe të mëshirës. Përmes këtij reflektimi, do të meditojmë mbi shembullin e saj dhe mbi thirrjen që edhe ne të bëhemi njerëz më të mëshirshëm, më të durueshëm dhe më të dashur ndaj njëri tjetrit. Ju ftojmë ta jetojmë këtë çast lutjeje dhe meditimi me zemër të hapur, duke ju afruar Marisë, nënës së mëshirës, e cila ndërmjetëson për ne pranë birit të saj hyjnor. Ligji i butësisë është mbi gjuhën e saj, lexojmë tek fjalët e urta. Buzët e tua janë si një huall mjalti që pikon. Mjalti dhe qumshti janë në gjuhën tënde. Buzët e tua janë si fill i kuq, dhe fjala jote është e ëmbël, lexojmë te Kënga e Këngëve. Lexojmë për Marinë se fjala e saj ishte e ëmbël dhe ligji i mëshirës ishte mbi gjuhën e saj. Si mund të ishte kjo? Sepse nëse njerëzit tanë shpesh na duken të vështirë, sa më shumë duhet të jenë dikur asaj, në mendime, në mënyra, në virtyte dhe në jetesë. Ajo ishte aq më lart se ata sa qielli është mbi tokë. Megjithatë, tek ajo nuk gjendej frymë kritikimi, gjykimi apo dënimi. Shkrimi i Shenjtë thotë: buzët e saj janë si huall mjalti që pikon, dhe ne e dim se nga tepria e zemrës flet goja. Prandaj ajo duhet të ketë qenë krejt ëmbëlsi për brenda. Po, aty qëndron shpjegimi. Maria ushqehej me fjalën e hyjit dhe mund të thoshte me psalmistin: sa të ëmbla janë fjalët e tua, o Zot, për gojën time. Ajo kishte lexuar në shkrimet e frymëzuar se ati i saj qiellor është hyji i mëshirës dhe dëmshurisë, se mëshira e tij është mbi të gjitha veprat e tij, si edhe porosin, sipas mundësisë sate i mëshirshëm. Dhe sa më e madhe ishte virtyti dhe aftësia e saj krahasuar me të tjerët, aq më e madhe ishte edhe mëshira e saj. Zoja jon ushqehej edhe me jetën dhe fjalët e birit të saj hyjnor. Më shumë se njëherë lexojmë, Maria i ruante të gjitha këto fjalë, duke i medituar në zemrën e saj. Vetë prania e Jezusit mbi tokë ishte dëshmi e mëshirës së tij të pamas. Prandaj, edhe pse jetonte mes njerëzve që shpesh e lëndonin shpirtin e hyjit me padrejtësi, ngurtësi zemre dhe mungesë dashurie, nga goja e saj nuk doli kur fjalë ashpër apo gjykuese. Qumësh dhe mjalt ishin në gjuhën e saj, dhe në këtë nuk kishte as shtirje e as dyftyrsi. Sa shpesh njerëzit lëndojnë me fjalë të ashpra dhe pastaj mendojnë se janë të sinqertë? Buzët e saj ishin si fill i kuq. Kjo figurë tregon hapjen dhe pastërtinë e saj. Ajo nuk ishte asgjë për të fshehur. Mëshira e saj ishte e vërtetë. Ngjyra e kuqe e fillit simbolizon zjarrin e dashurisë hyjnore që digjej në zemrën e saj.
duke dashur hyin, ajo i donte të gjitha krijesat e tij, dhe duke i dashur i mishëronte. Mëshira është mbi gjithçka. Ajo bie si shi i butë nga qielli mbi tokën poshtë. A nuk mund të ushqehemi edhe ne me fjalën e hyjit? Dhe në të vërtet ne ushqehemi shpesh me fjalën e mëshirës në Eukaristinë e Shenjtë. A nuk duhet atëherë që ligji i mëshirës të jetë mbi gjuhën që e prek kaq shpesh atë, dhe ëmbëlsia e mjaltit të gjendet në fjalët tona, në vend të thumbimit të ashpër? Le të ushqehemi gjithashtu me fjalën e tij të shkruar. A nuk na ka thënë ai, dua mëshirë e jo flijim? A nuk i ka lumturuar të mëshirshmit dhe u ka premtuar mëshirë? Ajo bekon atë që jep dhe atë që merr. Dhe a nuk na ka thënë se çdo gjë që i bëjnë më të voglit të vëllezërve të tij, ia bëjmë atij vet? A do të donim ta gjykonim Krishtin? Kjo do të ishte vepër e farizejve, ndërsa ai vet, megjithse Zoti i qiellit dhe krijues i gjithësisë, ka thënë për veten: Unë nuk gjykoj askënd. Dhe ai ka premtuar se ai që nuk gjykon, nuk do të gjykohet. Sepse në rrjedhën e drejtësisë, askush prej nesh nuk do të shihte shpëtimin. Ne lutemi për mëshirë, dhe po ajo lutje na mëson të gjithëve të tregojmë vepra mëshire. Por Maria nuk është vetëm modeli ynë si virgjëra e mëshirshme. Në qiell mëshira është një nga privilegjet e saj më të ëmbla, siç thot poeti i madh. Mëshira është më e larta ndër më të lartat. I përshtatet më shumë sundimtarit se kurora e tij. Skeptri tregon forcën e pushtetit toksor, por mëshira është mbi këtë sundim. Ajo është e vendosur në zemrat e mbretërve dhe është vet atribut i hyjit. Prandaj, kur kemi nevojë për ndërmjetësim, le t'i drejtohemi Marisë. E quajmë me të drejtë nën e mëshirës, dhe kisha e shenjtë e quan Dulcis Parens Clementia, nëna e ëmbël e butësisë. Sepse Jezusi është biri i saj dhe ai është hyji i mëshirës. Ai erdhi jo për të gjykuar botën, por për ta shpëtuar atë. Prandaj, kur të mos dëshpërohemi përpara fronit mbretëror të një mbretëreshe dhe mbretit të tillë, nëse kërkojmë me besim, dhe sidomos nëse edhe ne mësojmë të jemi të mëshirshëm, sepse atë pak që japim do ta marrim 100 fish, pasi kemi të bëjmë me një hy që nuk mbetet kur në borxh me bujarin. Tek ti është mëshira, tek ti është madhështia. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit hy. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hy. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjtë hy. Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjtë një i vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja nënë e hyjit. Loto për ne. Shenjtja virgjëra e virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e kishës. Loto për ne. Nëna e hirit të hynushëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit. Loto për ne. Nëna e shëlbuesit. Loto për ne. Virgjëra e nderueshme. Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Loto për ne. Virgjëra besnike.
Loto për ne. Pasqyrë drejtësie, Loto për ne. selia e dijes, Loto për ne. shkaku i gëzimit ton, Loto për ne. visari përshpirtshëm, Loto për ne. visari nderueshëm, Loto për ne. visari zgjedhur për shpirtërie, Loto për ne. drandofilja e mrekullueshme, Loto për ne. kulla e Davidit, Loto për ne. kulla e Fildisht, Loto për ne. shtëpia e artë, Loto për ne. arka i beslidhjes, Loto për ne. dera e qiellit, Loto për ne. ylli i mëngjesit, Loto për ne. shëndeti të sëmurve, Loto për ne. streha e mëkatarve, Loto për ne. ngushëllimi të pikëlluarve, Loto për ne. ndihma e të krishterëve, Loto për ne. mbretëresha e engjyve, Loto për ne. mbretëresha patriarkëve, Loto për ne. mbretëresha e profetëve, Loto për ne. mbretëresha e apostujve, Loto për ne. mbretëresha e dëshmorëve, Loto për ne. mbretëresha e dëshmitarëve, Loto për ne. mbretëresha e virgjërave, Loto për ne. mbretëresha e të gjithë shenjtërve, Loto për ne. mbretëresha e zënë pa mëkat të rrjedhshëm, Loto për ne. mbretëresha e ngjitur në qiell, Loto për ne. mbretëresha e shenjtës ruzare, Loto për ne. mbretëresha e paqes, Loto për ne. o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, Na fal ne o Zot. o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, Dëgjona ne o Zot. o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, Ki mëshirë për ne. në mbrojtjen tënde, po nga si moshenjtja nëna e hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o Virgjra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh, zoja jonë dhe ndërmjetëse e jona, me birin tënd na pajto, birin tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne e shenjtja nënë e hyjit, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. I jepna ne shërptorëve të tu, po të lutemi o Zot, ti gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në për ndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, ti shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe ti gëzohemi gazmendit të amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të dashur miq, ndërsa po e përmbyllim këtë emision kushtuar Virgjës së Mëshirshme, le të mbetet në zemrat tona mesazhi i dashurisë dhe i butësisë që Maria na jep me jetën dhe shembullin e saj. Ajo na mëson se mëshira nuk është dobësi, por forcë që buron nga hyji, se fjalët e ëmbla, zemra e hapur dhe falja kanë fuqinë të shërojnë plagët e botës dhe të sjellin paqe ndër njerëz. Duke e studitur Marin, mësojmë të mos gjykojmë, por të kuptojmë, të mos lëndojmë, por të ngushëllojmë, të mos dënojmë, por të falim. Le t'i lutemi Zojës së bekuar që të vendos edhe mbi buzët tona ligjin e mëshirës dhe në zemrat tona zjarrin e dashurisë hyjnore, që të bëhemi dëshmitar të mirësisë së Krishtit në familje dhe në jetën tonë të përditshme. Faleminderit që ishit me ne në këtë kohë reflektimi dhe lutjeje. Zoti ju bekoft, ndërsa Zoja e bekuar ju mbuloft gjithmonë me mantelin e saj amnor. Virgja e Mëshirshme, luto për ne.